Po, gjatë dimrit ka shku deri në 500 euro. Problemi që ju kemi lajmëruar juve është shkaku rryma, do thotë shumë e shtrejtë, që na vjen neve që një kohë gjatë, po nuk kemi pas të kursy të menu që është me të lirën në gjatë natës. Për çështjen e njësorëve të energjisë elektrike edhe që të problemin domethënë të mos sinkronit të kohës në njësor edhe kohës reale, kemi ardhur te familja Sevder Rezepit në Zilan, ka një ankesë sepse faturat po i vinë tepër shtrenjtë, kur e kemi kontrolluar domethënë njësorin, ky njësori tjetër është i vllaut të tij që jeton në katin e sipër. Shikon domethënë orën në njësor. Orën në njësor e ka ora 4:22 minuta e 3 sekonda domethënë bënën, ndërsa ora reale është 15:13 minuta. Pra në njësorin e Sevderit, ora është 4 e mëngjesit, 4:30 të mëngjesit, i cili është duke u tarifuar me tarifën e lirë, ndërsa ai ka treguar gjatë intervistës me neve, ka treguar që gjithmonë gjitha pajisjet shtëpiake, ngrohjen e këto i aktivizon në orët e mbrëmjes duke menduar se po hin në tarifën e lirë dhe me shpenzu më pak. Si pasojë krejt kësaj, domethënë nëse mundet kamera me fokusu, këtë muaj, domethënë në muajin maj, tu e di që jemi me tarifën e lirë sepse jemi në sezonën jashtëdimrit, jemi në sezonën verore. Përcjellën e prote Anishi 437 edhe 550, pra afër 1000 kW i ka shpenzuar me të shtrenjtën. Fatura i ka ardhur 174 euro, ndërsa borxhi total është 483 euro. Vështirësitë për me pagu këtë faturë, domethënë tarifa tepër të larta, duke marrë parasysh se janë vetëm 4 anëtarë të familjes, edhe gjithashtu nuk shpenzojnë më shumë prej njënit muaj në tjetrin, por pos dimrit, keni me ndjek intervistën e zotit Sevder edhe me pas se çka na ka thonë për gazetën nacionale. I njëjti njësor datën e ka të vendosur 2014, që i bën që 12 vite më vonë në vitin 2026, pra i ka kalu afati, është jashtë afatit të përdorimit edhe duhet me u ndrru. Unë jam Sevder Rezepi, po jetoj këtu në Zilan. Problemi që ju kemi lajmëruar juve është shkaku rryma, do thotë shumë e shtrejtë, që na vjen neve që një kohë gjatë, po nuk kemi pas përpara, nuk kemi ditë edhe ku mu drejtue për këtë problem, për që ata na ka zgjat kaq shumë. Se sa ka filluar që kjo kohë domethënë kur faturat janë kanë më të shtrenjta? Më shtrenjta tash prej shtrejtimit të rrymës do të thotë që ka ndodhur vitet e fundit, a? Po koha lufta që filloi për shembull në Ukrainë, që u rrit çmimi, kjo është kon tepër, mirë po edhe me ndrimin e njësorit, edhe aty ka lu çmimi para shumë viteve. Ankesa keni dërgu dikon deri më tash? Jemi anku te Keko, po Keci, për që po vjen shtrejt, po përgjigje s'kemi marrë kur. Okej, kur e keni dorëzuar ankesën te Keci? Po na veç kemi shku, jemi anku atje, nuk kemi dorëzuar për shembull me shkrim diçka se. Po, sepse i kam dërguar edhe pyetje, këta thanë që nuk ka ankesë të hapur. Nuk ka, është mundur që të mos ketë, po ne kemi shku. A mbyll ndoshta më herët? Sigurisht. Po, e në ZRE ose tek Minti? Jo, asnjëherë. Domethënë nuk keni dorëzuar. Nuk kemi dorëzuar. Dje ose sot a keni dorëzuar ankesë pasi jeni lajmëruar? Po, dje, po. Okej, te ZRE-ja? Te ZRE-ja, po. Çka ju sugjeron? ZRE na sugjeroi që ta bëjmë një ankesë spari te Keci apo Keku. Po. Kesko apo. Keci, po. Po. E pasi që ata ta kthejnë përgjigjen tani ne pastaj shkolla e dytë ZRE-ja. Po, ZRE-ja. Okej. Tash keni dorëzuar ankesë domethënë në inspektorat apo? Për me ardhur me kthyer njësorin, te kjo konsumator. Te konsumatori po. Po. Okej, sa ka ardhur fatura domethënë gjatë dimrit, nëse mban mend përafërsisht, edhe sa është tash? Po gjatë dimrit ka shku deri në 500 euro. Deri në 500 euro. Po se edhe më shumë, po tu e kursy maksimum. Tu e kursy tu menu që është me të lirën në gjatë natës. Pas orës 10. Po ajo shkon veç e kundërta. Po. Se ora për rezulton tjetë, për shembull me të lirën tjetër kohë. Po. Na ka derisa u zbulu kjo për shembull, na ka dëmtuar shumë kjo. Normalisht, se ju keni pagu faturat me rregull. Sa anëtarë jeni në familje? 4 anëtarë. 4 anëtarë. Sa dhoma, sa është e madhe shtëpia? Po me thonë 3 dhoma i ka edhe korridorin.
Po, do më thonë përfshirë edhe salonin apo plus Po, salon? me sallon me kejtë. Ok. Po, 2 dhoma gjumi, salloni edhe Po, korridor. Po. mjetë e diçka nuk keni shfrytzu ma shumë, me s'ka jeni ngroza dimi, me rryma? Me rrymë. Okej. Po. Do më thonë e keni shfrytzu gjatë kohës natës apo varet? Ma shumë gjatë kohës natës. Po. E që ta është dhe më thonë fatura ca kanë ardhur, pasi kemi hinë sezonën tjetër, jo Po, dimnore. sot më ka ardhur 187 euro. Po, për këtë muaj aktual. Për këtë muaj. Muaj në maj. Po, muaj i kalum ka qenë dikun afër 300, po. Okej. Do më thonë njëjtat shpenzime, ju i përdërni njëjtat pajisje. Njëjtat, po, pajisje. Vesh Që ta katërantar jeni në qartë, stop këtu. po.